Mirë dita, me arsimin edhe restoranin AA. Është java e orizit. Të këshyrim që po bojna sot, vërtet këtë javë, duke filluar prej sot, me oriz. Qëto e kemë orizit, llojet ndryshme, 4 lloje. Kemë integral, kemë oriz që vonon zihet pak, kemë oriz që zihet ma shpejt, oriz kokërgjat, ka lloje ndryshme orizit. Ardhen prej kinezëve, ka në Itali, ka shekulli 16, ka fillu të kultivohet edhe atje. Dikush thotë qysh mujna me dallu, cili është orizi më i mirë, cili zihet shpejt, cili zihet ma ka dalë, ku mujna me dallu, ku mujna me njoftë orizin më mirë. Shull edhe shqip, cili e ma i shtrajti që ajo ma i mirë. Pse për e thënë këte? Aj oriz i cili vonon më shumë të muzi, 20 minuta, është orizi ma i mirë. Dërsa aj që zihet për 3-4 minuta, 5 minuta, është i kvalitetit ma të dëmë. Nuk thëmë se zbën, po është i kvalitetit ma të dëmë. Dhe më thonë përdoret për diçka që nuk ka të bëj me gjella që jenë pak ma specifike. Dhe më thonë ka të bëjsh, si për shamë që kjo është një oriz, faktikisht nuk po më lejohet me e tregu paketimin, se që ashtu jenë regullat. Është një oriz e cili kushton 1,20 €, 1,30 €. Ky zihet për 7-8 minuta, është një oriz i llojit arborio, është një oriz i cili bën zihet 20 minuta, ky më shumë të përdoret për risotto. Është një oriz integral, është edhe ky kvalitet, edhe ky bën zihet parafërsisht 15 deri në 18 minuta, edhe është orizi kokërgjat, apo oriz taj, apo oriz latin, i cili përdoret në ushqime pak ma ndryshme se sa këto të tonat të zakonshme. Sot do të shkojmë diçka me një oriz me kinqë. Do të bëjmë një burjan. Burjanin, de facto, e bëjmë shumë mënyra. Sidomos flasë për region, na e bëjmë ma ndryshe, lindja ma ndryshe, perëndimi ma ndryshe. Do të thonë, se cili ka ato melmesat edhe mënyrën e përgatitjes së burjanit. Unë të përgatitem me një mënyrë pak ma specifike, diçka do të bëj me kanel, me kumin, me gjethe mint, me rushterun, me ginger, pak ma ndryshe se sa ky joni i zakonshmi. Na e dim që joni i zakonshmi bëhet sidomos oriz, spanaq, mishkingji, sidomos ma tepër bri, edhe ca melmesa, cilat mujmë me i gjithë kënej pari. Atëherë po fillojmë. Komodita Home vjen me një ofertë fantastike për ata që duan rehati. Blej dyshek Komodita Memory dhe fito falas një organ dhe 2 jastëk në vlerë prej 120 € nga brendi njohur Pierre Cardin. Komodita, ndjeu komod. TEB dhe Marigona Residence vinë me ofertën më të mirë ndonjëherë. Tani, ju mund të merrni kredi për shtëpi nga banka TEB për vetëm 3,96% interes vjetor dhe 4,25% normë efektive të interesit dhe ta gëzoni shtëpinë e re në Marigona Residence. Përveç shtëpisë, ju do të fitoni edhe një veturë Toyota Yaris, krejtësisht gratis, ku ka më mirë.
Mleko, tash edhe me shije çokolade, si pjesë e familjes së gjerë të produkteve Alpsko Mleko nga Ljubljanske mllekane. Qëto janë qëto melmesa, do më thonë ginger, gjalp, kanel, kumen, rusht that, oriz, gjethe, minti, qenj, hudër, të dyja, qep. Normal, biber edhe krypëzi. Pikës pari, e dhezëm këtë gëzumë është të në dheshtë. 4 deri në 5 lugë vaj. Të qesim që të qep të prerë në mënyrë rrethore. Hudër, një lugë të mirë. Edhe lëm të fërgohet. Dhe sa të fillon pak me uskuq. Pas ne e qesëm mishin. Ginger. Edhe lëm pak me u fërgu, me marr pak aterën. Ka do të qesëm kështu në mënyrë. Zakonisht ulën nuk i qiroj. Dikush i qiron. Kësaj radhe po e qesëm që qështu. Nëse është pak i vjetër, atëherë veç filloj me qiru, ko nëse është shumë i freskët, s'ka nevojë me qiru, vetëm me e la. Qështu, veç fillon kjo ka dal. To e kryposim pak, mishin. Edhe e biberosim. Kjo shumë, se mas në i qesim edhe atje. Qëto e kemi gatshme. Lëmë qështu për pak minuta. 1 minut, 2, jo ma shumë. Mas në i qesim longun e pulës, apo bujonin e pulës. Kim në furrë për gjysë ore. Deri sa e fërgojmë orizin edhe këto melmesa tjera, kjo rrinë në furrë. Pasta i nxirëm për furrës, këtë pregaditin e paraprake që e bojmë me këto melmesa dhe me këto produkte, ja qesëm mishit edhe prapë furrë 40 minuta. Qështu. Mas te ka paku në fund. Qësa e fillon një anal kapak, që mos me ngutë shumë, duke filluar prej kanelës, 2 gishta kanel, 2 kumin, 1 lugë gjele roshtat, 4-5 gjethe mint, spec pak, 2 ngjysh, që kemi punu me ta edhe orizi.
Për një person, dhe më thonë, shkojmë 2 grushta riz. Na këto pe bojna për 2 persona. 4 grushta riz. Na zakonisht e bojmë orizin me spanaq. Du me thonë burjanin e bojna me spanaq. Shumë thjesht. Që besa edhe shumë i shishëm. Ju të regu dhejt ma shumë makona ato se to. Po diqka pak ma ndryshe, bojmë diqka pak ma ndryshe. Kështu që ja rritim pak flakën qësaj. Edhe shkojmë që shtu e përzi. Mos të harrojmë krypën. Biberin. Kive që shtu boka da kadal, ja shtojmë edhe pak lang pule për afërsisht 2 deci. Edhe lëmë temperaturë të vogël me uzi deri sa na e mërmenja që është gati. Para pesisht të mbonë 20 minuta, 25, nuk e lash këtë 30. Se kjeve që ka fillu më rreshka pak. Këto nalëm. Edhe mushëm që shtë këtë tavë. Që ka fillu më pjek. Shumë bukur. Edhe pak tash një 2 deci uj. Supe, uj, apo bujan, e shpërlajmë ta, që shto, edhe ja këthejmë. Ka pakun edhe ka pas kohë e kontrollojmë për 4-30 minuta, se këta uj e pin orizi, se orizi është thiths i langu, thiths i uj. Që shto? Na këto e kontrollojmë kohë pas kohë. Ja qështu. Në gjysë zimis, ja qesëm edhe gjallëm pak e ldyjmë, se merë atë ngjyrën pak ma të kaftë, ma të pjekun. Për sy është shumë ma mirë, edhe normal për shije. E kemi lënë për 40 minuta. Burjanën, po e nxjerrëm veç po e kallëzojmë tash që shekem. Të mshelim në furrë. Speqelim e speqelim. Po, ma që. Kënë gjitë pak. Opa. Që kjo është ajo? Edhe kjo na bof mirë.